Kjo është kalaja e Novobërdës, njëri prej aseteve më të rëndësishëm të trashëgimisë arkeologjike në vend, në cilin Instituti Arkeologjik i Kosovës, bashkë me Ministrinë e Kulturës, për herë të parë punimet i kishin filluar rreth vitit 2012. Nga viti në vit ka pasur investime të vazhdueshme në këtë aset arkeologjik. Në vitin 2015-2016 ka qenë Bashkimi Evropian bashkë me UNESCO, të cilët kanë ndarë hiç më pak se 1.100.000 euro për të investuar në restaurimin e kësaj kalaje. Proces ky i cili ka përfunduar në vitin 2019. Që nga ajo kohë deri në ditët e sotme, objekti ka pësuar një degradim të tmerrshëm. Kur them degradim, nuk kuptoj një dëmtim të jashtëzakonshëm të pothuajse secilës pjesë të mureve të kësaj kalaje. Dëmtimet nuk janë vetëm në muret e jashtme. Brenda kalas, shëmbjet, qarjet dhe rënimet janë po ashtu të mëdha. Struktura është e brisht dhe çdo lëvizje pa kujdesshme mund të shkaktojë rrëshqitje të gurve. Pjesa e mbrëmshme e kalas, e njohur ndryshe si citadela, është hapësira në cilën është ndaluar rrepsisht që të futen vizitorët për shkak të rrezikshmërisë së madhe, duke qenë se çdo pjesë e këtij objekti, e mureve të kësaj kalaje, është e dëmtuar dhe nga çdo moment mund të bijë një gur tjetër. Neve na është mundsuar hyrja falu udhërfyesit Fitim Bunjaku, në të kundërtën nuk do t'i propozoj askujt që të futej brenda këtyre mureve, duke qenë se kemi një rrezik permanent. Ish-drejtori i Institutit Arkeologjik të Kosovës, Enver Exha, akuzon drejt për drejt Ministrinë e Kulturës dhe ish-ministrin Hajrullah Çeku, duke thënë se mosveprimi institucional ka çuar në këtë gjendje katastrofale. Duhet me pas përgjegjës, gjithsesi përgjegjës të administratës apo të Ministrisë përkatëse që veç e ka marrë përsipri, që është herën e fundit që është mbajt takim edhe përgjegjësi e Ministrit Kulturës Çeku, këshilltarja e tij personalisht me një ekip e kanë lënë në atë gjendje. Unë veç mujë me thonë që i kom tërhesh edhe vrejtjen Ministrit Çeku në prezencën në 10 vete, që mos ta lëmë në gjendje kështjellën, sepse ka pas një problematikë që ka ndodhur me UNESCO-n, punëkryesi i UNESCO-s që ka qenë kompania Koto nga Beogradi, dhe të na e politizuan shumë atë çështje, dhe decisivisht më kujtohet si sot janë 10 vjet prezent që ju kom thonë mos hini në luftë me UNESCO-n, sepse UNESCO nuk ka qëllime të këqija për trashëgimi. Ka njerëz aty tu përfshi edhe Ministrin Çeku që thanë na e luftojmë edhe UNESCO-n. Edhe pse me insistimin e UNESCO-s, kompania nga Beogradi, Koto, kishte pranuar që të bënte sanimin e dëmeve pas një kompenzim, një pjesë e kabinetit të ish-ministrit Çeku kishte refuzuar këtë ofertë, thot Exha. Pranoi kompania Koto e Beogradit me bo riparimin e dëmeve, rehabilitimin e dëmeve që janë bo pa kosto. Domethënë në koston e punës që ka pas me UNESCO-n, sepse duhen do këshilltare, do arkitekt, njëna prej arkitekteve cila e bën një raport në vitin 2022, që i lone Hoxha. Bën raport në vitin 2022 për dëmet që në bën vitin ose punën që u bën 2016. Rreth kësaj problematike kërkuan përgjigje edhe në Ministrinë e Kulturës dhe në Institutin Arkeologjik. Në një përgjigje me email, ata thonë se Ministria e Kulturës ka kontaktuar një kompani që do të hartoj planin e konservimit, muzealizimit dhe menaxhimit për kalan, proces që pritet të përfundoj në vitin 2026. Për shkak të degradimit të madh, Instituti Arkeologjik, Departamenti i Trashëgimisë Kulturore dhe QRTK Gjilan kanë kërkuar masa emergjente, ndërsa një grup punues ka finalizuar projektin teknik, i cili pritet të shqyrtohet me prioritet në ditët në vijim. Për me kuptu qytetarë, nuk kemi kompani të profesionalizume në ato përmasa me bo punime restauruese, mas pari s'kemi kompanit licencuar. Derisa priten ndërhyrjet, një gjë është e qartë, kalaja nuk është e sigurt.
E ata që janë më të rrezikuarit në rast se bëjnë një vizitë në këto monumente trashëgimisë kulturore janë turistët. Ju patët mundësi të shihni këtë pjesën që duket sikur është duke dashur me ra, edhe sigurt nuk do t'i duhet edhe shumë kohë që ajo të përfundoj. Thjesht uroj që të mos përfundoj në kokën e ndonjë vizitori, të cilët ne patëm mundësinë t'i shohim edhe sot. Asesi mos e vizitoni Kalanin Novo Brdës pa qenë në shoqërinë e një udhëfyesi. Investimi më i madh për këtë kala u bë nga Bashkimi Evropian dhe UNESCO me gjithsej 1.100.000 euro, përmes të cilit punimet u kryen nga kompania serbe Koto dhe u mbikëqyrën prej Omega Engineering nga Dubrovniku, e cila hartoi projektin